Antari i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s Arben Dervishaj ka treguar në log të News 24 detaje nga udhëtimi kombëtares në Leskovec për ndeshjen me Serbinë. Ai u shpreh se masat e sigurisë ishin ekstreme dhe çdo lëvizje e tyre shoqërohej nga policia. Pronarin e hotelit e mori vetë presidenti i Serbisë për ta pyetur për kushtet të Dervishaj, duke theksuar seriozitetin dhe përkushtimin e autoriteteve serbe për mbarvajtjen e ndeshjes. Isha pjesë e delegacionit, ishte një marrëveshje me federatat që nuk do të kishim tifozë respektiv, ishte një ndeshje me përgjegjësi të madhe. Ndahej nëse do ishim kandidat për play-offin ose jo, ne ishim të njëjtët persona gati që kishim përjetuar vitin 2014, ajo që përjetuam, organizimi i federatës dhe qeverisë ishte për t'u lavdëruar, që kur mbërritëm kërkonin siguri maksimale. Në aeroport ishte rasti rrallë që autobusi erdhi direkt, i mori pasaportat një person, vuri vulën, u futëm në autobus dhe në hotel duke qenë nga vëmendja UEFA kishte dërguar 2 inspektor. Me të vërtet në hotel nuk largohesh pa lajmëruar policin për arsye sigurie. Një pjesë e personave në delegacion dolën në qytetin e Nishit me policin. Masat ishin ekstreme, ishte një stadium i vogël, atmosferë normale, merit do dua t'i falenderoj. Organizimi i Europianit ishte se nuk kemi të stadiume, për këtë aspekt na kthyen të njëjtën gjë që i bëm ne këtu. Pronarin e hotelit e mori vetë presidenti i Serbisë për ta pyetur për kushtet dhe të gjitha.